Më shumë se 120 banesa u rrafshuan në 5 ditë aksion të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Sot fadromat janë larguar, ndërsa rënojat janë populluar nga persona që përpiqen të mbledhin shufrat e hekurit për skrap. Tek tuk, të shesyri edhe ndonjë banor të lagjes, apo fëmijë kurioz që qëndrojnë mbi gërmadhat e banesave të lagjes Kushtrim, që u prekën nga projekti për zgjerimin e rrugës transballkanike, që do lidhet me autostradën Vlorë-Levan. Aksioni i dytë i IKMT-s do të nisë shumë shpejt, ai përheqjen e rënojave që kanë plurosur lagjen e populluar, kryesisht pas viteve 90. Por edhe këtij aksioni do t'i paraprijë një tjetër ndërhyrje Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, që do të gjunjëzojë edhe banesat e mbetura ku banorët nuk kanë hequr ende orendit shtëpiake. Gjithsej janë 133 banesa që do të shemben për t'i hapur rrugë ndërtimit të rrugës lidhëse të transballkanikes me superstradën, ndërsa projekti për fillimin e investimit është pothuajse gati. Sipas projektit, rruga do të jetë 65 metra e gjerë dhe me të gjitha parametrat e kërkuara për një hyrje bashkëkohore në qytetin e Vlorës. Aktualisht, IKMT do të ndërhyjë edhe në zona të tjera të qytetit bregdetar, ku janë ndërtuar objekte pa leje.